di, po unë me gjatë po e hapi një çështje që kom konë këtë planin tonë operativ, janë se përket qendrave komunale të numërimit, e kom po se janë rezervu 5 ditë për qendrat komunale të numërimit. Ato qendrat komunale të numërimit zakonisht janë sallat sporteve në për qytetet e ndryshme, ose të shkollave, ose të qytetit, ose të shkollave të ndryshme. Edhe në atë kohë ato nuk mund të shfrytëzohen për qëllimet të tjera. Me qenë se, në këto komuna ku kemi around të dy, me qenë se tash procesi është shumë më i thjeshtë, është vetëm një gjysflet votimi me 2 kandidat, nuk ka më shumë. Unë veç kisha me pyet drejtorin dhe sekretariatin, me qenë se ai verifikim është shumë më i shpejt, shumë më i lehtë, dhe është e mundur, po dhe KQZ-ja me mendu rreth asaj që a është e mundur që kjo kohë të shkurtohet e qendrave komunale të numërimit, për arsye se procesi është shumë më i thjeshtë, shumë më shpejt ka me shku, ndoshta të përdoren qendrat komunale të numërimit vetëm për grumbullimin e materialeve nga vendvotimet e komunës, edhe mandej nëse ka raste të ankesave, ato të verifikohen dhe të numërohen në QNR. Pra, pyetja ime është, tash nësë po them kërkesa ime, po pyetja ime për në aspektin operativ është. A është e mundur, do më thonë, kjo, sa probleme mundet me shkaktue, apo ndoshta për shkak këtë procesit edhe hallkave që janë parapame në atë proces të numërimit, verifikimit, është krejtësisht e pamundur, sepse, ju them drejtën, dyher dëgjova në radio edhe ka ankesa ansore, një ishte edhe me lavdat, por një tjetër ishte dy ishin me ankesa se po zihen sallat e sportave edhe po i pengojnë në aktivitete. Me një rast tjetër dëgjova në Federata Basketbollit, tha e falenderojmë KQZ-n edhe kryesuesin që ka pas mirë kuptim me shty herën e kaluar, një ditë ose 2 ditë një veprim, një procedurë tonën për mos me zonë sallën, me liru. Janë çështje që prekin, do më thonë, një spektër më të gjerë të njerëzve, edhe kjo kishte me qenë pyetja ime, po edhe me pa cilat janë mundësitë e KQZ-s. Faleminderit. Sigurisht që procesi i verifikimit dhe numërimit në qendrat komunale të numërimit ka me shku shumë më shpejt, sepse është një kutje votimit, është një plet votim me 2 kandidatë. Po çështja e verifikimit në qendrat komunale të numërimit është përcaktuar për KQZ-s, do të thonë verifikimi i numërimit në qendrat komunale të numërimit është veprim që është përcaktuar në procedurën që është miratuar për KQZ-s. Andaj edhe se ati të përsa ku është procedurë miratuar për KQZ-s, ne do të me njekë si sekretariat për me zbatu vendimin e KQZ-s. Kur kemi punu edhe në çështjen e QKN-s, ne kemi pa edhe një minimum standardeve që do t'i plotësojnë hapësirat në të cilat organizohet grumbullimi qofti materialit zgjedhor për të shpërndar pastaj në qendrat votimit, po gjithashtu edhe mbledhja materialit, transportimi dhe ardhja materialit në një hapësirë e cila me gjithatë ofron një siguri, po edhe transparencë gjatë procesit të verifikimit dhe numërimit. Dhe kjo natyrisht, si pas komunave dhe mallësisë që kanë komunat, merr edhe kohë. Zëmë komuna Prishtinës merr shumë më shumë kohë edhe sa do që thjeshta mund t'jenë procedurat, derisa komuna tjera mund t'jenë më të shkurta në fatin e themi kryerjes së punëve organizative, operacionale. Dhe në këtë drejtim, mendoj që edhe sekretariati mund t'a bjen një plan konkret, sepse kur është bë plani i aktiviteteve, në po besoj kemi marrë ditën kur fillon edhe maksimumin sa zgjat. Dhe natyrisht që në mes komunave mund të ketë shembull komuna e Unikut. Është një vend votim edhe jem të fol një qendër votimi,
edhe jem të folë për një ditë e gjysmë, edhe të martën pas dita e mund tjetë e lirë. Po që komuna tjera kanë diferencë këtë aspekt. Një gjatë do të me di që në zgjedhjet parlamentare, kur i kemi me 10 kandidat, kjo është e pamundun të kur do që ndodhin ato që nga ka ndodhur në shkurt, e kemi pa sa ka zgjatë si proces. Dhe natyrisht ka pas edhe aspekte tjera pse ka zgjatë, por nuk besoj që do të zgjatë mua që gjatë procesi nuk besoj, po si do qoftë, që është me rëndësi për ne kryetar është që ndoshta kjo na obligon neve me pas një komunikim me federatat sportive që organizojnë aktivitetin këto palestra, po kurse nuk mundemi me e rreziku procesin zgjedhor, sa do të rëndësishme mund të jenë ato aktivitete sportive të cilat federatat të cilave duhet na mirë kuptojnë që edhe ne jemi të obliguar ta kryjmë një aktivitet që është i rëndësisë jetike apo edhe nacionale, themi. Ka mundësi me shkutuar sipas komunës, një lek nuk luhet as në ndeshjen e kontratave. Okej, a muj me vazhdu në diçka? E kom një propozim për një pikë me shtu në rënd ditës. Sa po e pash që ankesa e parashtruar në Gjykatën Supreme lidhur me për drenasin, është refuzu. Andaj tash janë plotsu kushtet për me shpall edhe komunën e drenasit për kuvendin komunal, nëse pajtohen jemi fut në rënd të ditës. Okay? Atëherë, unë e kam... Tash dhe thëtë s'ka ankesa lidhur me këtë. Atëherë... E kom para vetit, e kom Glogovcin. Atëherë në Glogovc, për drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin, me 22.50% të votave ka fitu 11 vende në Asamblen Komunale, Partia Demokratike e Kosovës me 36.70%, 10 vende, Lëvizja Vetëvendosë me 7.78% 2 vende, Lidhja Demokratike e Kosovës me 2.34% 1 vend, për Drenas e Kosovë 2.95% 1 vend, Bashkimi Demokratik 3.97% 1 vend, dhe Nisma Social-Demokrate 2.31% 1 vend. Kjo është rezultati, emrat e kandidatëve janë të bashkangjitur. Kush është për shpalljen e këtij rezultati? Atëherë mendim edhe të vota për shpallet rezultati edhe për drenasin. Ndaj kësaj shpallje, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese brenda 48 orëve, duke filluar nga ora 15 sot.